Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive që të më kërkojnë ndjesët. Më falni, nuk e kisha vënë, ja kështu pra. Peshqi, mirë se erdhët në leximin e juaj të javës apo të radhës, si do që të quani. Dhe sa do që harrova unë t'ju vë këtu, unë kam 2 djemtë e mi, 2 djemtë e mi që janë peshqi. Dhe do të thot nuk e bëra kastile, ju dua me shpirt, nga që jeni vërtetë shenja jashtë mase, intuitive dhe të dashur, dhe pak më shumë emocional si që duhet. Të dashur peshqi, shikoni kam asin e këmbanës, që ndryshe është asi monedhës, absolutisht një mundësi rritje. Kur them, ndoshta mund një nga ju aty nuk ka nevojë ekonomike, nuk ka nevojë një mesazh ekonomik nga që i ka punët siç duhet, por mos e merrni atë, mund të jetë për shëndetje, mund të jetë në dashuri, mund të jetë në biznes, mund të jetë për veten e juaj. Këto janë lexime në gjenerale të dashur dhe asi i këmbanës thotë mundësi për rritje, çfarëdo që të jetë ajo në qëllimin e juaj. Mund të jetë ofertë pune, një projekt i ri, një hap i ri, një person i ri në jetën e juaj, por nuk të thot vetëm ajo, por është dhe në hap i ri në jetën e juaj personale që ka potencial për të sjell stabilitet, prosperitet apo çfarëdo që jeni duke dëshiruar. Nga që kam letrën jashmase të bukur, është një lexim shumë i bukur për ju të dashur peshqi, të jeni të fortë. Të jeni të fortë dhe të besoni në forcën e juaj. Shpeshherë peshqit nuk besojnë, edhe pse din brenda e ndjejnë, por që nuk din të pasqyrojnë atë forcën jashtë vetës së tyre. Kjo tregon që jeni më të fortë se sa që mendoni, dhe forca juaj në fakt të garanton një përfundim të suksesshëm, çfarëdo që jeni nisur për këtë stabilitet, që e përmend mund të jetë emocional, në dashuri, në ekonomi, në karrierë, shkollë, çfarëdo që të jetë të dashur. Do thotë, çfarëdo sfide që po kalon tani e ke fuqinë për ta kapërcyer dhe për ta kthyer në një fitore goxha të bukur, të dashur peshqi. Ka letër më të bukur se magjistari. Shikoni, magjistari jo më kot i ka të gjitha gjërat i ka vënë mbi tavolinë, 4 elementet e universit, që është uji, zjarri, toka dhe ajri. Dhe kjo pasqyron në fakt përdor mjetet që ka për të manifestuar qëllimet e tij. E ditë është sikur ti kesh gjitha në tavolinë dhe të mos veprosh, absolutisht, është e pamundur, i ke të gjitha dhe do veprosh. Ke fuqinë e plotë për të vepruar, për të marrë kontrollin dhe për të materializuar dëshirat e juaja të dashur peshqi. Dhe ajo akoma më e bukur, që është 9 të këmbanës. Kjo letër sjell kënaqësi apo energjinë e saj, kënaqësi personale, arritje dhe pavarësi absolutisht të pavarur do jeni nga çfarëdo që jeni duke dëshiruar për t'u pavarësuar, ekonomikisht, emocionalisht, fizikisht, absolutisht. Gjitha këto janë një pavarësi, tregon që puna juaj do të jap frutet e asaj që keni punuar, që keni manifestuar, dhe jo vetëm do të ndjeni, jo vetëm që do të ndjeni të vetë mjaftueshëm për gjërat që do të arrini, por dhe krenar jashtë mase me veten e juaj. Pra të dashur peshqi, një mundësi e re premtuese, shumë premtuese, ta them kështu, është hapur ose po hapet për ty. Forcën e mbrëmshme ke për të përballuar këtë rrugtim, nga që asgjë nuk ka të lehtë, absolutisht forcën për ta përballuar, për ta përmbyllur, ta them ashtu, dhe gjithçka që të duhet për të manifestuar suksesin tënd e ke aty. Nëse ndjek këtë mundësi me vetbesim, përkushtim, do të arrini një ndjenjë të thellë kënaqësisë personale dhe të pavarësisë të dashur peshqi, më shumë ndoshta se që keni pritur apo pretenduar. Ju faleminderit që ishit këtu me mua të dashur peshqi. Nëse ky lexim të dha diçka sot, sado të vogël, edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet me ty dhe për ty të dashur peshqi, qofshi bekuar.